është public bond ose një garanci publike të cilën e shqyrton administrata aktuale për personat të cilët bëjnë bashkimin familjar, ku do të vendoset një fondi i caktuar diku te $1.000 apo diçka e tillë, kjo në varësi të se sa do ta vendos konsulli, në varësi të rrethanave individuale të personit, sa ka i person që të bëhet barë publike. Dhe nëse kjo do të hyjë në fletoren zyrtare, që unë besoj që do të hyjë shumë shpejt, atëherë mund të jepet një zgjidhje, sepse ky person që bën bashkimin familjar lë një garanci financiare dhe thotë unë nuk do të aplikanti i afërmi im nuk do të bëhet barë publike, dhe ka lënë edhe një shumë të caktuar, e cila do t'i kthehet mbrapsht pas 5 apo disa viteve, pas të jetë plotësuar kushtet përkatëse, dhe ajo shumë i kthehet mbrapsht nga administrata. Pra kjo është një zgjidhje minimalisht dhe është edhe një ndërgjegjësim për ata që sot e tutje do të firmosin atë garancinë financiare. Edhe çfarë përgjegjësish ajo i sjell personit që firmos garancinë financiare. Mendon që do ishte kjo zgjidhje konkrete në këtë moment? Për mua po, është një zgjidhje dhe shumë persona e mirëpresin dhe thonë jam nëse dakord ta paguaj këtë tarif, unë dua familjarin tim sa më shpejt në Amerikë.